Deri përpara 3 viteve dhe unë mendoja dhe unë që kisha dhe merja pjesë në trajnime rregullisht në mbar botën, dhe më të mirët në botë, që unë duhet merrem me këtë që merrem, pra me pjesën e ndërmjetësimit në real estate. Këto 2-3 vitet e fundit, vetëm fal ndryshimit një mendësie ndikuar nga një trajnim i tillë, unë fillova vendosa të merrem vetë me projekte. Pra praktikisht, gjatë 2 viteve të fundit, turnover, xhiroja e biznesit tim është minimalisht 300% në vit e rritur. Super. Por jo vetëm. Kam shumë më tepër kohë të lirë, pra nëse më përpara punoja nga mëngjesi deri në darkë vonë, tani kam shumë më tepër kohë të lirë sepse kam optimizuar mënyrën se si punoj. Dhe menaxhimi i kohës është i durë. Absolutisht po, është më i mirë. Dhe kam tepër kohë për veten time, për palestër, për udhëtime, për të shijuar me familjen. Dhe kjo është ajo gjë që ti nuk e mëson dot të ta japi dikush, të thotë bëje kështu. Ti këtë e bën, e mëson nëse ti i përfshirë totalisht dhe fillon ta marrësh vendimin vetë.